Dhe më e bukura në këtë mjerim lavazhesh mediatike të trurit është se të gjitha ata që janë kundër nesh i besojnë një për një të gjitha këto fjalë. E besojnë që një ministre lan makinën me 10.000 euro një dorë, se mbasi i hidhet shkum, i hidhet dhe qumësht dallandysheje. Dhe dallandyshet vriten me pushk nga ministri tjetër, që me publat e tyre shet jastëk. E besojnë që dikush tjetër ka 300 shtëpi, dikush tjetër ka 2 anije, dikush tjetër ka